natyrale do të na mësoj sot se çfarë studentët edhe se si ata orientohen më së miri në praktikën, por gjithashtu edhe në teorinë e trajtimit të lëkurës, të trupit, të fytyrës. Mimoza, ju, Mimi. Mimi, se më pëlqen më shumë Mimi. Më shumë, mirë. Mimi e kam edhe ka ato tablot e pikturës. Vërtet, Mimi, jemi korrekt, politikisht korrekt. Mimi, shkolla profesionale New Generation, ku ju sigurisht jeni edhe pedagoge aty, ka një kontribut të veçantë për mënyrën për atë çfarë u ofron studentëve të rinj, të cilët duan të jenë pjesë apo të bëhen pjesë e tregut të punës. Tani, cilja ka qenë, le të themi, ai kusht të cilin ju e keni plotësuar në gjithë këto vite, duke zgjedhur për të qenë një shkollë elitë në treg? Për të mos ta trajtuar si pjesë publiciteti këtë gjën, unë do të them pak fjalë për sa i përket pjesës së vëmendjes tonë për këto të rinj që të jenë të gatshëm në tregun e punës. Sot unë kam marrë jo më kot me një studente, e cila është Migena, dhe kjo studente është në vitin e parë të departamentit të estetikës. Realisht, Migena ka 3 muaj e gjysmë që ka fillu shkollë, ajo do të flasi vetë për këtë çështje, por fakti që sot ajo është e gatshme të performoj një trajtim në një klient, kjo tregon që ky është një kontingjent i gatshëm për të filluar punë. Dhe ky është premtimi jonë, që ne i sigurojmë studentëve jo vetëm formimin profesional, por i sigurojmë studentëve dhe vendin e punës, hapësirën për të qenë të gatshëm për të punuar. Realisht, Iva, kjo duhet thënë me zot lartë, kemi shumë qendra që kërkojnë të punësojnë student, dhe ne nuk kemi akoma aq shumë student të gatshëm, sepse ka aq shumë nevoja sa që ne nuk i plotësojmë dot nevojat e tregut. Migena, pse zgjodhe shkollën New Generation? Sot në treg në fakt ka mundësi alternativa të ndryshme, ka parukeri të ndryshme apo qendra estetike të ndryshme që ofrojnë kurse ku mund të drejtohen studentët për të mësuar e më pas mbase për të zënë një vend pune. Po pse zgjodhe pikërisht shkollën New Generation? Besoj duhet ta kish studiuar mirë edhe tregun përpara se të vendosja. Në fakt kam pasur shumë zgjedhje, por vetmja gjë që më bindur ishte sepse shkolla ishte akredituar. Domethënë, është edhe diploma CIDESCO, e cila njihet në të gjithë në disa vende të botës, dhe kjo të jep mundësi që ti të shfaqësh teorinë, praktikën, atë çka ti ke mësuar në mënyrë më të mirë. Pra, diploma CIDESCO ta mundëson që ti të zhvillosh edhe mundësitë të tua dhe andej. Ti ke pak kohë që je pranë shkollës. Prandaj kam emocione. Do t'i heqim në ato emocionet. Por si ndihesh në raport me punën, si ndihesh në raport me klientin, në të gjitha ato orët e praktikës që ju keni bërë, sigurisht që ke fituar atë sigurin tënde për të dhënë më të mirën? Në fakt, në fillimat, të jeme sinqert, ishte një fushë e panjohur për mua, nuk e dija për produktet, për pjesën teorisë, por duke kaluar koha, unë fillova ta doja shumë të gjën. Duke qenë se ne kemi modele për ditë, kemi llojesh lëkureve të ndryshme, kemi mundësi kontaktin me teoria, çka e bën që ne të kompletohemi në këtë gjë. Sa të kanë ndihmuar Mimi për ta dashuruar edhe më shumë? Mimi më ka ndihmuar shumë, prandaj edhe jam këtu sot. Mirë, më vjen shumë mirë kur ka shumë mirënjohje dhe kur njerëzit mbi të gjitha atë që ndjejnë e thonë. Do të lutesha që të fillonim me trajtimin dhe do të na tregosh edhe se çfarë trajtimi do t'i bësh modele sot? Sot do t'i bëjmë një pastrim të thellë. Do fillojmë me pjesën e larës, me late. Mimi, pak e nga pak, kështu zëvendësohen brezat, kështu është. Nuk e di nëse do mundem për me zysh. Do mundesh patjetër. Ta zëvendësoj zysh. Patjetër. Mimi, the pak më parë që është shumë e rëndësishme mënyra se si mënyra e punësimit, qendrat estetike, dhe sigurisht në fakt ky është një fenomen shoqëror që shpesh herë kthehet edhe bëhet edhe shqetësues. Shumë qendra të ndryshme estetike kërkojnë të punësojnë student të cilët mbarojnë shkollën, por është e pamundur sepse tregu nuk ka mundësi që të ketë aq shumë. Ama ndodh edhe ky fenomeni tjetër që shumë prej tyre që mund të punësohen nuk janë gjithmonë ata profesionistët të cilët
studentëve ne u besojmë lëkurën tonë, në fund fare t'i paguan, mbetesh i pak kënaqur, por mbi të gjitha pëson dëm. Si keni mundur që ta ruani këtë çështje edhe t'ja dilni? Për qenë të sinqertë edhe kështu korrekt, edhe me mënyrën se si unë duhet ta them këtu, sepse sot jemi në televizion, këtu bëhet diferenca. Do me thënë, mund ketë shumë shkolla ose akademi të ashtu quajtura, të cilat prodhojnë produkt të gatshëm për tregun e punës. Por atë çfarë ne bëjmë diferencën është që ne i sigurojmë modele çdo ditë Migena. Pra ka 3 muaj e gjysmë që ka fillu shkollën dhe ajo përveç orëve teorike, të cilat janë padiskutueshme për t'u ndjekur nga studentët, alternohen me orët praktike dhe sa herë që kjo ka orë praktike, që këto janë të shumta gjatë gjithë javës, çdo ditë javës, ajo prek një modele të re, një modele ndryshe. Dhe kjo është shumë e vështirë. Pra nuk punon le ta konkretizojmë mbi një manekin, le të themi, por ka të bëjë gjithmonë. Ato vetëm një ditë ose 2 ditë kanë prek manekinin, pastaj kanë kaluar në modele live. Dhe kjo është ajo që i rrit profesionalisht këto student. Në fakt, ajo që unë do them është që janë 2 element, jo vetëm modelet live, por dhe produktet profesionale, të cilët këto do t'i gjejnë atë treg pune ku do shkojnë. Dhe janë të gatshëm, pra nuk befasohen, shikoj, nuk e njoh sinergjin ose nuk njoh këtë gjë tjetër. Pra këto punojnë me të gjitha. Prandaj këtu ndodh ajo selektimi. Unë mendoj që vëmendja jonë është shumë e impostuar ke pjesa e punësimit të studentëve, sepse këto investohen prindrit e tyre dhe duhet jemi shumë të ndershëm me çfarë i premtojmë këtyre ditën e parë kur vinë të regjistrohen. Nëse këto thonë që unë kam dëshirë që të dal të jem në tregun e punës, por jo vetëm, por dhe të hapin një sallon të tyre, këto e kanë të mundshme dhe kanë të gatshme. Çfarë ndodh me orët teorike? Ju i përmendët dhe sigurisht që kurrikulat me cilat ju punoni janë shumë profesionale dhe i ndiqni me përpikmëri për të nxjerrë vërtet student të kualifikuar. Por si shuan ato zëra, apo si u përgjigjesh atyre pyetjeve? Për çfarë mund t'i shërbejë një lëndë teorike një estetisti kur punon manualisht dhe kur i duhet praktika dhe kur në fakt të mëson praktika për të qenë një profesionist i mirë? Tashi që të punosh praktikisht, duhet dish pjesën teorike dhe kjo është më tepër për ta shpjeguar, sepse edhe ju edhe unë e dim këtë gjë që orët teorike janë patjetër baza. Duke qenë shkolla akredituar, kurrikulat tona i kanë të padiskutueshme pjesët teorike, siç është kimia, biokimia, fizika, siç është anatomia, higjiena, dermatologjia, të gjitha këto lëndë bëjnë dhe pak mjeksi atë. Dhe pak mjeksi brenda, dhe janë mjek ato që i shpjegojnë, dhe këto janë patjetër pjesë e kurrikulës, të cilat këto duhet kenë informacione, sepse nuk mundet kjo të preki jashtë siç e shikojmë sot për shembull. Siç e shikojmë sot, kjo ka një lëkurë që diku vazhdo ti, pa problem fare, pa emocione. Ti mos u trondësi, ne do bëjmë punën tonë, do shpjegojmë. Ne flasim, jemi shumë të hapur, jemi shumë të qetë, shumë qetësisht puno, pa merak fare, dhe është normale, edhe nëse ke emocione, edhe zysha atë ditën e parë kanë pas emocione, kështu që pa problem. Tash le të shohim këtu që ka disa akne ose gjurmë të akneve, pra ka disa probleme lëkura. Në këtë rast ti mund punosh shpirt, mos u mbas shkollën, se disa shpirt thot Iva mbaroj koha dhe ngelim. Kështu është kur kalon mirë, kështu është. Atëherë në këtë moment, kjo duhet njohë dermatologjin. Por a mund punoj kjo studente po s'diti higjienën, se si duhet punohet, po nuk njojti anatomin, strukturën e lëkurës, ose një degës së parukeris, po nuk njojti pjesën e skalpit të kokës, prandaj duhet patjetër të kenë të njohuri. Po na thonë studentët, na duhet fizika. Po këto do punojnë me pajisje bashkohore, po të mos dinë rrymën, mikrorrymat, gjitha. Pra, një formim i plot nga ana teorike i bën këto që të jenë edhe më të afta dhe më të dallueshme kur punojnë në pjesën praktike. Iva, si përgatisim vetëm për veti, përgatisim dhe për botën. Pra, një pjesë e këtyre do ikin edhe jashtë. Kështu që normalisht duhet kenë një formim shumë të madh. Më të përgjithshëm, po. Migena, tani të lutem, do të na thuash cili është hapi i radhës? Se ne mirë që po të përgatisim për të qenë një estetiste pas disa muajsh, por gjithashtu do të përgatisim që të jesh edhe një estetiste e cila vjen edhe je shumë komode edhe me ekranin e me kameran. Kemi bërë larje me late, e bëm një pastrim me peshqir dhe mujtë ngrohtë,
vendosëm dhe tonikun, kjo na ndihmon që të përgatisim lëkurën më përmetej. Mbasi kemi vënë që lëkura është delikate, do vendosim një skrap i cili është enzimatik dhe ai delikat. Aplikojë ndërkohë që të mos humbasë shkollën se nga që cilat janë orët që ndjek me më shumë dëshirë Migenato të praktikës, besoj? Po, patjetër. Edhe të rrisë janë shumë të vlefshme. Patjetër, mirë. Mimi, një tjetër aftësi e juaja, shumë e mirë e shkollës suaj, është gjithashtu puna që bëni duke ndjekur edhe fjalën e fundit të teknologjisë. Pra, çdo pajisje e re që del, sigurisht që bëhet pjesë e juaja dhe përpasoj, jo vetëm është në qendrën tuaj, por gjithashtu njihen edhe studentët. Sa i ka ndihmuar kjo, sa i ka bërë mbase edhe më kërkues ndaj jush dhe ndaj shkollës, duke rritur kështu dhe numrin e studentëve që regjistrohen çdo vit. Kjo është një politikë shumë e mirë që ndjekim, sepse qendrat estetike sot nuk po punojnë më vetëm manualisht, por punojnë edhe me pajisje, me aparatura të ndryshme bashkëkohore, për të arritur cilësi të ndryshme, por edhe për të fituar kohën më produktive në efektet që kanë tek klienti. Për këtë arsye, është detyrimi joni që të gjitha këto pajisje të jenë pjesë e programeve tona e kurikulave tona. Sa herë që vjen një pajisje e re, trajnohen studentët, trajnohemi dhe ne si pedagog, por trajnohen studentët duke u bërë një open day dhe normalisht aty vinë të gjithë studentët, madje dhe ish studentët tonë, të cilët akoma nuk i kanë prekur këto pajisje dhe kanë nevojë të marrin informacione dhe fillojnë trajnohen dhe i kuptojnë. Pastaj, direkt mbas këtij mësimi të hapur që bëjmë një ditë me trajnuesin për katës, këto vazhdojnë dhe kanë praktik pune me modele në këtë lloj pajisje që neve frekuentojmë dhe i kemi në shkollë. Pra këto pajisje bëhen pjesë të tonat. Dhe kjo për arsye që kur këto student t'jenë në qendra estetike, t'i shohin, të shohin lazerin, mos thonë që s'kemi punu njërë në lazer, sepse kjo është ajo që është e rëndësishme, ato dije duhet të jenë të gatshme të Unë kam informacion që në këto takimet Open Day që ju organizoni, nuk bëhen pjesë vetëm studentët apo vetëm ish studentët tuaj, por bëhen gjithashtu, pra dera juaj është e hapur, edhe për të gjitha ato estetiste apo sipërmarrës të qendrave të ndryshme të tjera estetike, të cilat vinë, dhe në fakt kjo është për të përgëzuar kjo nismë, sepse në Shqipëri, për fat keq, jo të gjithë janë mbështetës të njëri tjetrit, në kryesisht tjetrin që bën të njëjtin gjë si ne, shohim si rival. Patjetër. Dhe bërë kjo nga ju, me thënë drejtën, unë nuk e preka këtë pjesën e hapjes së derës për të gjitha, sepse unë desha të isha korrekte dhe ishe shumë diplomate, por për aq kohë sa është diçka cilën ju e bëni dhe unë ju përgëzoj, pse jo? Tani, jo më larg se javës që kaloi, ne kishim një trajnim për një aparaturë shumë bashkëkohore, e cila mund të kenë 2 ose 3 në Shqipëri, dhe them drejtën, aty uftuan edhe estetistë nga qendra të ndryshme, dhe ne këto trajnime bëjmë pa pagesë, por investohemi për të qenë sa më bashkëkohor dhe sa më të informuar qendrat estetike me ato çfarë ne nxirrim si produkt, se nëse qendrat estetike jo vetëm që vinë trajnohen vetë, por njihen me ato lloj programi që studenti, produkti që ato do kërkojnë, do di ta bëj. Dhe kjo është një ndërthurje e dijeve të studentit me qendrat estetike. Të paktën ne mendojmë që kjo është politikë shumë e mirë, po pse jo, është edhe humane. Por me qenë shumë të ndershëm me tregun e punës edhe me studentët tonë. Shumë e vërtet. Do të rikthejmë vëmendjen sërish tek Migena për të kuptuar se cili është hapi i radhës që kanë ndjekur. Mbasi aplikuam dhe basic line enzimatikun, ne tani vendosëm, e lam fytyrën, e pastruam, tani do vendosëm si energjin. Mbasi energjisë ne do vendosim kremin. Fillo me krem. Për të bërë masazhin, atë që unë besoj bëj më mirë. Shiko, nëse s'kemi shumë minutazh, mund ta kapërcejmë një vas, si e mendon? Më njofton në regjia se si jemi me minutazhin, edhe kemi dhe 3-4 minuta. Atëherë le të bëj vetëm pjesën e masazhit të kremit. Ju jeni 2 specialiste sot. Sepse unë mendoj që këtu është talenti. Edhe shikuesit duan të shikojnë se çfarë produkti është në veprim, më tepër se sa kë element vendosën. Sepse sinergjia vërtet është një produkt shumë i nevojshëm për lëkurën,
por nuk arrin të bëhet nga vetë. Çfarë po bën Migena që po Si fillim kërkon ngrojmë duart? duart për mos të pasur të ftohta. Për të rritur Pa i energjinë. marrë zysh, ësë? Mbledhi çike dhe energjinë. Nëse do jenë duart të ftohta, atëherë energjia nuk do jetë e mirë. Jepi. Bukur. Okej, fillojmë me pjesën dekoltes. Doj çik muzikë goca. Kam e dëshirë muzikën që t'japi më të mirën. Ja. Ja dhe muzika. Po e lë për Ka si- disa çaste për Ka si 3 autori apo për nuk të po, gjë. për ta respektuar. Shumë që bëjmë shumë pjesë. Një kemë në shumë? Në, ka një vete. Migena, unë e kuptoj që nëse do të t'linim, ti do rije me orë të tëra ashtu, sepse kuptoj që e bëm punën me shumë dëshire, me shumë pasion, ndërkohë që po të ndiqni me Mimin, edhe po bisedonim dhe po më thoshte që Migena është një vajzë shumë profesioniste, dhe gjithashtu ka dhe një fëmijë të vogël, edhe me gjithë angazhimeve që ke, zgjedh çdo ditë të vish në shkollë edhe të marrësh Nuk më mungon të asnjë mirën. ditë, është e para në bangat e Sa mirë më shkollës. vjen. Është Shembull madh. edhe model. Faleminderit Faleminderit shumë që ishe me ne shumë, sot edhe të lumshëm edhe për duar që je në mundësinë rrugë që të më drejtë. Shumë Mimi, Faleminderit si gjithmonë gjithashtu. Iva. Jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që ndajmë ato gjëra të përbashkëta dhe që i vlen edhe Faleminderit spektatorëve. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi tani sepse do t'i lëmë momentin në departamentit të aktualitetit për të ndjekur edicionin informativ të orës 12 dhe me njëherë më pas do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të programit e Ja Tani. Qëndroni me ne.